në zonën ndoshta më të bukur të Alpeve të Shqipërisë, pa mbritur në theth, absolutisht i rrethuar nga male spektakolare. Shifeni çfarë malesh, është një prej hoteleve më të mirë të ndërtuar së fundi. Ka vite, po tash ti kam zbulu unë, se kështu kur e zbulon fund thua së fundi. Ky hotel këtu, kulla e Bajraktarit, pamja është e jashtëzakonshme, edhe një prej hoteleve më të mirë që kam parë në herë në këto kohë, kur them më të mirë, çdo detaj i kuruar. Tani do t'ju tregoj pak pjesën e brendshme të hotelit, pjesën e spas me pishinë, edhe restorantin, barin, po edhe dhomat. Jam me menaxherin, me Benin. Mirë se erdhe. Përshëndetje Ben. Shumë i bukur hoteli. Sa kohë ka që është ndërtuar? Hoteli është ndërtuar që në 2001-shin. 2001-shin? Po. Po me këtë strukturë që ka sot? Po, me këtë strukturë është shtuar pjesa restoran, duke po kërkesat e shtu mund të që vinë njerëzit edhe për të konsumuar një drek ose një dark. Edhe shkohet. Edhe kënë ashtu kapacitetet. Çfarë pamje që ka mor Ben. Faleminderit. Si mund zgjohesh shovësh to male. A mund të shkojmë brenda të ma tregosh pak pjesën e brendshme? Patjetër. Hecim. Kjo është pjesa e recepcionit apo jo? Tani hym të holli i recepcionit. Po punonjës si boni? Sa vjet ke që punon këtu Ben? Unë kam 3 vjet. 3 vjet. A ky është recepcioni? Si e mirë? Si kalon? Kulla e Bajraktarit. Kulla dhe buni janë të ndarë, ë? Po, janë të ndarë, po domethënë është një strukturë vetme. Të buni kemi restorantin, buni është 1750 metra në nivelit e detit, kurse kulla e çik më poshtë, këtu kemi hotelin. Këtu sa jemi? 1250 metra në nivelit. 1250 metra, shikuj kanë dhe prodhimet e tyre, vdes për këto prodhimet shqiptare. Tu kemi rakin, që është karakteristikë e zonës tu, po ashtu kemi disa produkte tjera, mjaltin, çajin e malit. Edhe çajin e malit. Çaji i malit, që ta dini, është krejt ndryshe në këtë zonë nga se jemi mësuar ne ta pim çajin e malit në Shqipëri. Shkojmë Ben të shohim, sa i bukur është restoranti. Kjo pjesa e restorantit. Atëherë, po shkojmë më mbrapa në restorant, shohim mirë pishinën. Po patjetër. Këtu është ashensori, po ne do ngjitemi nga shkallët për të pa pjesën e tyre. Ja, dhe kjo pjesë, pishina dhe spaja. Sa e madhe është pishina? Pishina 60 m2, pjesa domethënë Hecat e përpara. Në hymë pishin, ki parasysh që ka klienta koma që... Për një është pak ngrohtë të Blendi, do të kuptuar ngrohtë vishet edhe kamera me... Se lë avulli, sepse jashtë është -3, shif çfarë pamje ka, shpesherë këtu jenë pishin, duke parë borën për jashta, sepse është e gjitha e rrethuar me xham. Shif çfarë pamje ka. Kjo është pjesa e xhamit. Po banjë turke dhe spaja dhe sauna? Pasi sauna banjë turke kemi te pjesa poshtë në -1. A në -1, po. Pa unë po eci në -1 thash është pak veshur kamera, shifeni pishinën dhe njerë të gjithën. Ka pak avull. Këtu janë dushet. Dushit, kjo është sauna. Kjo është sauna. Kjo është banja turke. Shumë e bukur të dyja dhe pjesë të tjera. Ngjitemi sipër, pjesa e restorantit është fantastike, sepse e ka të gjithin me xham dhe në 2 anët në çosh të borë. Shifet edhe një herë pishina. E gjitha rrethuar me... Ecim Beni për te restoranti? Pjesë. është me 3 katë, apo? Po. Ka dhe e parë kena kryesisht dhomat familjare, pastaj ka një dytë, kemi dhomat standarde, ka dhe në fund kemi suitat. Dhomat familjare çfarë do të thënë? Janë dhoma connection, pra 2 dhoma me një budget përbashkët, që kryesisht i merr klientela familjare, ka kapacitet 4 deri në 6 persona. 4 deri në 6 persona. Po. Shive dhe o gjaku, Kjo pjesa kryesisht përdoret për bar. Shive si është bari i gjithi me xham, edhe pjesa e restorantit është më e bukur. Ju çoj pak tek pjesa e restorantit. Kjo pjesa e restorantit. Shiveni pak. Ky është restoranti, e? Po. Shive kur je i ulur në tavolinë se çfarë pamje ke. Ulesh buzborës. Ka shumë borë ka?
Po, tani është sezoni i borës të thuash, borë mund të shkoj deri 1,5 metër. 1,5 metër. Do më thënë në këtë pjesën këtej, nuk kemi i gjithë restoranti është me tavan druri. Shive çfarë mrekullie. Edhe i gjithë i punuar me dru. Bene, do më tregosh dhomat? Po, tani. Shifen. Edhe shërbimet. Si bëni për shërbim, se në Shqipëri problemi më i madh është shërbimi. Me të thënë deri tani kemi pas probleme, kemi sill me Keni sjellë nga Shkodër, ha? Disa nga Shkodra, kryesisht. Po ashtu kemi marrë disa punëtorë nga jashtë. Po, këtu gjeda dhe Filipinas. Po. Ata janë shumë ne do gjejmë Filipinas. Ata janë shumë lundur me borën, edhe shumë lundur me borën, po se Filipinat janë vend tropikal. Po. Çfarë dhome po shohim? Tani do shohim një dhomë familjare. Lutem cila? Okej. 04. Tani do shohim një dhomë tipike familjare. Kjo është dhomë familjare. Kjo dhomë familjare, që 2 krevata tek të ndarë, dhe me një krevat dopje. 2 krevata tek, më pas vjen dhe një krevat dopjo, i gjithi edhe pamja e të borës. Nga kjo anë, këto janë 2 dhoma në fakt. Po, 2 dhoma connection. 2 dhoma connection. Po. Të 2 janë me balkon. Edhe me banjën. Po. Tashi po shkojmë të shohim suitën. Tashi do shohim suitën, ja ku e kam kartën 206-ën. Duhet ngjitemi në përshkallë për ta treguar më mirë pjesën. Kjo është pjesa e shkallëve, ecemi? Po. Kjo është pjesa e shkallëve. Suita ishte shumë e bukur. Këtu tani janë dhomat standarde. Këtu kemi edhe same view, pra nuk është problemi si vetë bregdetare. Kish pamje nga njëra. Këtu ka një tjetër, do pamjen. Po, sepse nga 2 anët pamja është njësoj. Këtu jemi mes shimaleve. Sa i bukur është ky këndi këtu. Ja, pjesa e hollit katit të parë. Pjesa e hollit, shife sa bukur. Një kënd spektakolar për të ndenjur. Kemi dhe sipër. Mu dhe këtu një kënd tjetër. Ky është kati fundit, a? Po, kati fundit. E këte i shkojmë. Super interesant. Të mendosh, hoteli ka të gjitha standardet. Hapë atëre. Kjo është honeymoon suite. Honeymoon suite. Kjo suite më mirë që kemi. Sa e bukur. Me xhakucin në dritare. Banja e hapur, e? Po. Banja e hapur, shifeni, dushi, WC-ja, lavamani, e gjitha e hapur, krevati dopjo, shumë i madh, është mbi 2 metra, pjesa ku mund të qëndrosh ulur, këndi dytë i uljes, televizori, abazhuri, mini bari me të gjitha gjërat, pjesa e kafes dhe çajit. 45 m2. 45 m2. Pjesa e garderobës, safety box aty poshtë, çarçafët gjitha. Dhoma është spektakolare. Tani dhe një pyetje kam, bëm, para se të dalim. Çfarë janë shumica e klientëve? Kryesisht klientët ne kemi shqiptar. Kryesisht shqiptar. Shqiptar, rreth pothuajse 70% të klientëve. Kena një pjesë që vinë po ashtu nga Kosova, nga Malizi, nga Maqedonia, që jam shumë kurioz për të vizituar Alpët shqiptare. Vinë këtu dhe shkojnë pastaj në Bund Bajraktarin, po vizitojnë domethënë interiorar, vinë të gjithë klientët që vinë këtu e konsumojnë drejt në të Buni, për arsye edhe po siç e po veç është jashtëzakonshme. Marramendse dhe kjo është domethënë. Kjo është klientela. Shiheni çfarë pamje ka. Dhe unë po ju përshëndes bashkë me Benin këtu nga Suida. Faleminderit. Përshëndetje. Kulla e Bajraktarit, sipër është Buni i Bajraktarit.